Sot me ne është ambasadorja e Republikës së Shqipërisë në Kanada, zonja Artemis Malo. Është e parë në fakt që kam një intervistë personale, zakonisht jam mësuar me intervista profesionale dhe zyrtare. Shumë pak flas për veten time, por me ty do të flas shumë lirshëm sepse është ai vibe, po e them anglisht, është ajo ndjenja që ti krijon njerëzve si miq të hershëm dhe ne jemi vetvetja kur flasim me ty, si para kamerave, si pas kamerave. Kështu që unë kam lindur në qytetin e Gjirokastrës dhe kam jetuar aty pjesën më të madhe të jetës time, nga dy prindër minoritar me origjinë greke, ime më mjeke dhe i mat, i cili është ndarë nga jeta, një inxhinier. Kanë qenë student ekselencë gjatë gjithë karrierës tyre, mirë po për shkak të biografisë, fati i asaj kohe i detyroi që t'i shërbenin sistemit të atëhershëm larg njëri tjetrit. Kështu që ime më u emrua mjeke në fshatrat e largëta të Gjirokastrës, në një zonë ku atëherë ishte shumë vështirë edhe infrastruktura. Pra nuk kishte komunikim shumë nëpërmjet transportit për të ardhur në Gjirokastër. I mat, pavarësisht se mbaroi universitetin me medalje të artë në inxhinieri, sistemi atëhershëm e dërgoi në veri të Shqipërisë, në Batër, në Martanesh, për të shërbyer si krye-inxhinier. Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj.